Për gati 6 vite, askush nuk e dinte se ku kishte përfunduar Delfin Jubilar. Bashkëshorti i saj mohoi gjithçka, derisa një rrëfim i papritur ndryshoi rrjedhën e hetimeve. Historia e infermierës franceze e zhdukur në dhjetor të vitit 2020 tronditi mbar Francën dhe mbeti për vite me radhë një nga misteret më të mëdha kriminale. Delfin Jubilar, 33 vjeçe, u zhduk pa lënë asnjë gjurmë nga fshati Cagnac Les Mines, pranë qytetit Albi në jug të Francës. Ishte bashkëshorti i saj, Cédric Jubilar, ai që raportoi zhdukjen në polici. Në atë kohë, ai deklaroi se çifti ishte në proces divorci me marrëveshje. Por me kalimin e kohës, hetuesit zbuluan se marrëdhënia mes tyre ishte përkecuar ndjeshëm dhe se ai e kishte kërcënuar disa herë me jetë. Edhe pse trupi i delfinës nuk ishte gjetur, provat e mbledhura gjatë hetimeve quan në dërgimin e Cédric Jubilar në gjyq. Në tetor të vitit të kaluar, ai u dënua me 30 vjet burgim për vrasjen e bashkëshortes. Megjithatë edhe pas dënimit, ai vazhdoi të mohonte çdo përfshirje në krim. Por në fillim të korrikut, çështja mori një kthes të papritur. Sipas autoriteteve, Cédric Jubilar pranoi përgjegjësinë për vdekjen e delfinës dhe u tregoi hetuesve vendin ku e kishte fshehur trupin e saj. Pas kërkimeve, eshtrat u gjetën në një ar pranë një pylli rreth 10 kilometra larg shtëpisë së familjes. Analizat e ADN-s konfirmuan se ato i përkisnin Delfin Jubilar, duke i dhënë fund një misteri që kishte mbetur i pasgjidhur për gati 6 vjet. Pas saj ka mbetur 2 fëmijë, ndërsa rasti vazhdon të konsiderohet një nga ngjarjet kriminale që tronditi më së shumti opinionin publik në Francë.